ish pjesëtar i njësisë speciale të policisë së Kosovës Arbnor Spahiu, i cili u shqiptua masa për një muaj para burgim në Serbi, dyshohet për kryen e veprës penale vrasje e rënd, konfirmoi gjykata e lartë në Subotic për Radion Evropa e Lirë. Spahiu dyshohet se ka kryer këtë vepër në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës, ku një grup i serbërve të armatosur ka sulmuar policinë e Kosovës në shtator të vitit 2023, duke vrarë rreshteri në Afrim Bunjako. Në përleshje me armë që kanë pasur, janë vrarë dhe 3 sulmues serb. Me ligjin në Serbi, vrasja e rënd dënohet me një dënim minimal për 10 vjetësh burg ose me burgim të përjetshëm. Dyshimet e autoriteteve serbe për këtë vepër janë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë. Edhe avokati i Spahiut, i cili tha se ai aktualisht ndodhet në Subotic dhe se është mirë. Por duke folur një ditë më herët për gazetarët në Prishtinë, avokati ka thënë se klienti i tij nuk është pjesë e policisë së Kosovës, tash e 3 vjet dhe ai jeton në Gjermani. Ai ka thënë se ka paraqitur disa prova që sipas tij do të dëshmojnë pavajsinë e Spahiut.